Vajza e Donald Trump, Ivanka Trump, ka ngjallur vëmendje në rrjetet sociale pasi ka publikuar një foto me 3 libra që lidhen drejt për drejt me Shqipërinë dhe historinë e shqiptarëve. Ivanka e martuar me investitorin Jared Kushner, i cili po shtyn përpara projektin ambicioz në ishullin e Sazanit, duket se po i hyn më thellë njohjes së vendit ku familja e saj ka shfaqur interes strategjik dhe ekonomik. Ajo e ka vizituar Shqipërinë edhe më parë, ndërsa ky postim shton edhe më tej kuriozitetin për planet e tyre. Në foto shfaqen 3 tituj me peshë: Albanian from Anarchy to Balkan Identity nga Miranda Vickers dhe James Pettifer, një analizë e transformimeve politike të vendit. The Albanians, A Modern History nga e njëjta autore, një prej veprave më të përdorura ndërkombëtarisht për historinë moderne shqiptare, dhe romani i njohur Generali i ushtrisë së vdekur i Ismail Kadares, kryevepër që prezanton në mënyrë të thellë traumën e luftës dhe shpirtin shqiptar. Në foto, Ivanka ka shkruar vetëm një fjalë: kërkim, një koment i shkurtër por domethënës që sugjeron se ajo po përpiqet të kuptojë më shumë kulturën, identitetin dhe historinë e një vendi që po hyn gjithnjë më shumë në orbitën e interesave të familjes Trump-Kushner. Ky gest ka ngjallur reagime të shumta online, duke hapur diskutime mbi rolin e saj dhe projektet që pritet të zhvillohen në Shqipëri.